Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se po takohemi përsëri. Unë jam mësuesja Arta dhe së bashku do të jemi tek lënda shoqëria dhe mjedisi, ndërsa njësia mësimore është vendbanimi im. Nëse ju kujtohet nxënës të dashur, orën e kaluar kemi pas njësinë e njëjtë dhe sot do të përsërisim pakës, pastaj do të përforcojmë me njohuritë e reja. Kemi thënë që Republika e Kosovës është shpallur shtet i pavarur në vitin 2008, me 17 shkurt 2008, dhe se ka popullsi të ndryshme në të. Ka shqiptar, serb, bosnjak, rom e të tjerë. Dhe se të gjithë kanë të drejta të barabarta. Pastaj kemi cek që ka pasuri të ndryshme natyrore, po ashtu ka pasuri edhe pasuri bimore dhe shtazore. Ndërsa tani do të vazhdojmë me njohuritë e reja që i kemi tek pjesa e kësaj ore. Vendbanimi im. Vendbanimi ynë është Republika e Kosovës, vendi i parë ku njeriu njihet me botën që e rrethon, quhet vendlindje. Vendlindjen duhet ta duam dhe ta respektojmë. Dashurinë dhe respektin për vendin e vet njeriu e shfaq duke punuar për të. Pra në foto kemi paraqitur flamurin e Republikës së Kosovës, sepse edhe në orën e kaluar kemi cekur që çdo shtet ka flamurin dhe stemën e vet. Njerëzit kanë prejardhje të ndryshme. Disa kanë lindur në qytet, e disa të tjerë në fshat. Secili, aty ku lind dhe jeton, fillon të mësoj gjithçka që e rrethon. Pra, në foto kemi dy foto të ndryshme, tek fotoja e parë kemi paraqitur një foto të qytetit, pra është e qytetit të Prishtinës, kryeqytetit të Republikës së Kosovës, dhe tek fotoja e dytë kemi paraqitur një foto fshati. Fshati nga qyteti ka dallime të ndryshme, pra në qytet ka ndërtesa të larta, ka shumë vetura, ka shumë popullsi, ndërsa në fshat ka më shumë gjelbrim, ka më pak njerëz dhe ka edhe më shumë kafsh, pra ruajnë bagëtit. Megjithatë, fshati dhe qyteti e ndihmojnë shumë njëra tjetrën. Këtu kemi paraqitur dy foto tjera dhe tek fotoja e parë është paraqitur jeta e fëmijëve në qytet dhe jeta e fëmijëve në fshat. Tek fotoja e parë po shohim se fëmijët, për shkak se kryesisht jetojnë nëpër ndërtesa të larta, nëpër banesa dhe nuk kanë obor, atëherë ata janë të detyruar të luajnë nëpër parqet e qytetit që ekzistojnë. Ndërsa në fshat, fëmijët e kanë më të lehtë sepse kanë obor dhe kanë hapësirë më të madhe të gjelbëruar ku mund të luajnë dhe të kalojnë ditën. Ndërsa pjesa tjetër e jetës vazhdon njëjtë shkolla dhe obligimet që i kanë. Duke u rritur, njeriu mëson zakonet dhe traditat e kulturës që vendi i tij ka krijuar. Në kulturë bën pjesë gjuha që flasim, mënyra si jetojmë, çfarë besojmë, veshjet, gatimet tradicionale e të tjera. Kulturat ndryshojnë nga një vend në tjetrin. Sa më larg të jetë një vend nga një tjetër, aq më shumë dallime ka mes kulturave të tyre. Pra, këtu në foto është paraqitur një foto ku kemi pamjen e sofrës, pastaj të veshjes tradicionale shqiptare dhe shumë enëve nga bakri. Pra, është paraqitur një odë dhe shqiptarët janë të njohur për mikpritjen e tyre. Pra është një nga vlerat e popullit shqiptar.
Po ashtu, kemi paraqitur edhe gjëra tjera. Vendi ynë ka trashëguar veshje, ushqime e zakone të ndryshme. Ne kemi edhe ushqime të ndryshme tradicionale, të cilat janë shumë të shijshme dhe i njohin edhe vende tjera për shkak të kuzhinës së mirë që kemi. Këtu është paraqitur flia, e cila është shumë e njohur tradicionalisht. Pastaj, disa veshje të femrave, veshje tradicionale shumë të bukura. Monumentet kulturore. Monument kulturor quhet një ndërtim ose vepër me vlera kulturore. Pra, këtu në foto është paraqitur kalaja e Prizrenit, e cila është një monument kulturor dhe që vizitohet shumë nga të gjitha anët. Monument tjetër kulturor është edhe qyteti vjetër i Ulpianës. Këtu pra po shohim gërmadhat e qytetit të Ulpianës, i cili tregon që jemi popull i lashtë dhe popull me vlera. Fotoja e radhës është paraqitur Sahat Kulla, e cila gjendet afër gjimnazit Sami Frashëri, dhe që është një monument shumë i vjetër historik. Ndërsa këtu kemi muzeun, i cili po ashtu është një monument shumë i vjetër dhe ka çfarë të vizitohet brenda atij. Instrumentet tradicionale shqiptare. Populli shqiptar gjithmonë ka qenë adhurues i artit dhe i muzikës, dhe si instrumente tradicionale kemi qiftelin, pastaj është fyelli dhe lahuta. Këto janë instrumente shumë të vjetra dhe bëjnë muzikë shumë të bukur. Nxënës të dashur, këto ishin mësimet dhe njohuritë që i përmendëm për sot. Ndërsa tani, në fund, kemi detyrat e shtëpisë. Për detyrë shtëpie, do të shkruani disa fjali për ndonjë vend brenda Republikës së Kosovës që ke vizituar dhe të ka lënë përshtypje. Pra, aty do të shkruani edhe pse ju ka lënë përshtypje. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj sukses dhe punë të mbarë. Detyrat e shtëpisë i dërgoni tek mësuesja. Ju faleminderit.